Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku dollari amerikan në tregje ndërkombëtare po qëndron në nivel më të lartë në thuajse 2 javët e fundit dhe moneda i gjelbërt ka filluar një tendencë në rritje që kur presidenti amerikan Donald Trump njoftoi emrin e Kevin Warsh si pasuesin e Jerome Powell në krye të rezervës federale. Në këtë mënyrë moneda i gjelbërt po tregtohet në nivelin më të lartë të paktën që nga mesi i janarit. Fillimisht në tregun e brendshëm valutor, ky forcim i dollarit në tregje ndërkombëtare është reflektuar edhe në tregun e brendshëm sot. Moneda i gjelbërt ka fituar 0.08% të vlerës në raport me monedën tonë me lekun dhe mesatarisht dollari sipas Bankës së Shqipërisë këmbet me 81.87 lek. Euro ka humbur 0.05% të vlerës dhe vion moneda europiane tregtohet pra niveleve më të ulta historike. Mesatarisht një euro blihet me 96 këmbet, më sakt me 96.55 lek. Franga zvicerane është në rënje të lehtë me 0.02%, këmbehet me 105.26 lek. Paundi britanik realizon humbjet më të mëdha në rënje me 0.79% të vlerës për shkak të disa sinjalizimeve që bëri ditën e dieshme guvernatori i Bankës Anglisë, ku vendos njëkohësisht që norma baze interesit të mbajt e pandryshuar. Paundi këmbehet mesatarisht me 111.25 lek. Dollari kanadez ka rënë lehtë me 0.08% të vlerës, këmbehet me 59.8 lek. Dollari australian ka humbur 0.3% si pasojë e zhvlerësimit të kësaj monedhe në raport me dollarin në tregjet ndërkombëtare. Dollari australian këmbehet mesatarisht me 57.09 lek. Jeni japonez këmbehet me 0.52 lek në rënje me 0.1% të vlerës. Lira turke është e pandryshuar, vion të qëndrojnë në nivelin e 1.88 lekëve dhe juani kinez është rritur lehtë me vetëm 0.01%. Mesatarisht juani këmbehet me 11.79 lek në tregun e brendshëm referuar shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare dollari vion publikoi fitime dhe po qëndron në nivelin më të lartë në thuajse 2 javët e fundit. Investitorët do të vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me gjeopolitikën. Pritet që ditën e sotme të fillojnë negociatat midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit në përpjekje për të arritur një marrëveshje në lidhje me programin bërthamor, por njëkohësisht ditën e dieshme sidomos u shtuan zërat se ky takim mund të ishte drejt kolapsit dhe u shtuan shanset që Shtetet e Bashkuara të ndërmerrin një ndërhyrje ushtarake në Iran për shkak edhe të disa luatjeve sismike që janë vërejtur në Iran në 24 orët e fundit dhe ka pasur dyshime se mund kishte aktivitet të testimit të armëve bërthamore. Megjithatë, palët me shumë mundësi ditën e sotme do të shkojnë në tryezën e bisedimeve. Pas humbjeve që realizoi ditën e dieshme, sot euro është rritur lehtë me 0.12% në raport me dollarin amerikan, por vion qëndroi poshtë nivelit të 1.18 në raport me monedhën e gjelbërt. Një euro këmbehet në 1.17 edhe në dollar. Gjithashtu ditën e dieshme, përveç Bankës Anglisë, edhe Banka Qendrore Evropiane zhvilloi takimin e saj ku vendosi kurse pritej gjerësisht nga ana e investitorëve që norma bazë e interesit të mbajë e pandryshuar. Dollari ka pasur një tendencë në rritje pavarësisht luhatjeve që nga koha kur presidenti amerikan Donald Trump emëroi Kevin Warsh si sekretarin e ardhshëm të rezervës federale. Nga ajo ditë ka pasur një forcim të dollarit, por ka pasur luhatje të mëdha në tregje, jo e gjitha për shkak të emrit Kevin Warsh, por edhe për shkak të zhvillimeve gjeopolitike në arenën ndërkombëtare. Dhe analistët parashikojnë se emrimi i Kevin Warsh mund ta detyrojë atë edhe për faktin që zgjidhet nga Donald Trump, mund ta detyrojë atë të bindet në një farë mënyre kërkesave të presidentit, një gjë që nuk e ka bërë deri më tani Jerome Powell, pavarësisht thirrjeve, pavarësisht presionit të Donald Trump. Jerome Powell dhe Rezerva Federale kanë marrë për bazë të dhënat ekonomike për të marrë më pas vendimarrje në lidhje me normat e interesit. Aktualisht, paundi britanik ka fituar 0.29% të vlerës. Në raport me dollarin amerikan, paundi këmbehet me 1.3564 dollar. Edhe Banka Anglisë ditën e dieshme vendosi të mbajë pandryshuar normën bazë të interesit në takimin dyditor, sikurse pritej gjithashtu gjerësisht nga ana e investitorëve.
Përballë frangës, dollari ka humbur 0,06% të vlerës për gjatë kësaj periudhe. Franga zvicerane është preferuar nga investitorët sepse gjërësisht së bashku me jenin japonez cilësohen si monedha për të mbrojtur ndaj luatjeve apo tensioneve gjeopolitike apo në rastet edhe kur ka kriza ekonomike. Dollari këmbehet me 0,7775 franga. Dollari australian ka fituar 0,52% të vlerës, përballë dollarit amerikan këmbehet me 0,6960 dollar amerikan. Dollari kanadez është rritur me 0,19%, këmbehet me 0,7306 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0,12% të vlerës dhe kuotohet në 156,84 jen mesatarisht. Në ecurin e tregut të kriptomonedave, dita e djeshme ishte e zezë për këtë treg me Bitcoin që humbi mbi 13% të vlerës, por sot ka rekuperuar një pjesë të vogël të atyre humbjeve. Përkohësisht, Bitcoin në sesionin e kaluar zbriti pranë 60.000 dollarëve, sepse besimi i investitorëve në tregun e kriptomonedave vijon të zbehet, por njëkohësisht edhe shanset për një përshkallëzim të konfliktit midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë ushtruar presion mbi tregun e kriptomonedave. Por, sipas analistëve, shqetësimi kryesor është zbehja e besimit të investitorëve në asetin digital që her pas here Bitcoin quhet edhe si ari digital dhe njëkohësisht përjedhoi për shkak të rënies së Bitcoin, të gjitha kriptomonedat e tjera patën një tendencë në rënje në sesionin e kaluar dhe tashmë investitorët mendojnë se nëse Bitcoin do të zbresë poshtë nivelit të 60.000 dollarëve, atëherë shumë shpejt mund të shohim nivele akoma më të ulta. Gjithsesi, ditën e djeshme Bitcoin rezistoi nivelit të 60.000 dollarëve dhe madje sot i është rikthyer fitimeve me 2,65%, kuotohet në 64.795 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Edhe Ethereum është në rritje me 1,83% të vlerës, por në sesionin e kaluar zbriti poshtë nivelit të 2.000 dollarëve. Vlera e Ethereum, por gjithashtu edhe vlera e Bitcoin thuajse është përgjysmuar që nga koha kur arritën nivelet më të larta historike në rastin e Bitcoin pra nivelit të 126.000 dollarëve. Ndërkohë Ripple realizon fitimet më të mëdha në përqindje me 11,09%, kuotohet në 1,2890 dollar. Litecoin është e vetmja në rënje të lehtë me 0,31%, kuotohet në 50,71 dollar dhe Bitcoin Cash ka fituar 0,96% të vlerës, mesatarisht kuotohet në 465,73 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë, në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm, ndërkohë ditën e djeshme patën kryesisht një qëndrueshmëri. Megjithatë, çmimet e naftës pritet publikojnë humbjet e para javore, pavarësisht rritjes sot në thuajse 4 javët e fundit. Shqetësimet për një çrregullim të furnizimit në lindjen e mesme si pasojë një konfliktit mundshëm midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, kanë bërë që çmimet të rriten ndjeshëm për gjatë javëve të fundit. Megjithatë, pavarësisht rritjes në sesionin e sotëm, me bazë javore çmimet e naftës kanë një tendencë në rënje të lehtë. Investitorët përveç konfliktit midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit janë fokusuar edhe tek dhënat që do të publikohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëkohësisht, tregjet presin të shikojnë se si do zbatohet një marrëveshje e arritur më herët gjatë javës mes Shteteve të Bashkuara dhe Indis. India ka pranuar të mos blejë më naftën ruse, por të blejë naftën amerikane, me shumë mundësi edhe naftën e Venezuelës. Në aktualisht nafta Brent ka fituar 0,95% të vlerës dhe kuotohet në 68,19 dollar për fuqi. Nafta bruto amerikane është në rritje me 1,06%, kuotohet në 63,96 dollar dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 1,16% të vlerës dhe kuotohet në nivelin e 701 dollarëve për ton, ndërsa në tregun e metaleve të çmuara vjetre përgjithsisht një qetësi në sesionin e sotëm, por argjendi dhe platini kanë përshkallëzuar më tej humbjet pavarësisht se sesionin e sotëm, sesionin aziatik e nisën në territor pozitiv. Në sesionin e kaluar, çmimet regjistruan një tendencë në rritje me 3%,
mesatarisht dhe në rastin e argjendit, rritja ishte akoma me madhe, por me gjithatë edhe sot rënja është e konsiderueshme. Investitorët e kanë preferuar arin dhe metalet e çmuara përgjatë javëve të fundit si pasojë e tensioneve gjeopolitike, një përshkallëzimit mundshëm të konfliktit politik kryesisht mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për shkak të Groenlandës dhe shumë faktorë tjerë gjeopolitik, por shtojmë këtu edhe kërkesën në rritje për arin fizik, argjendin dhe platinin, që kanë bërë që çmimet prekin nivele të larta historike. Megjithatë, gjatë kësaj jave ka pasur një korektim të ndjeshëm. Ari është në rënje me 0,55% të vlerës dhe kuotohet në $4.862.6 për onzë. Argjendi realizon humbjet më të mëdha në rënje me 5,94%, kuotohet në $72.16 dhe platini, gjithashtu është në rënje me 5,4% të vlerës dhe kuotohet në $1.958.7 për onzë. Do të shohim njëkohësisht edhe ecurinë e tregut evropian të aksioneve, ku të gjitha bursat janë në territor negativ në sesionin e fundit për shkak të shitjes masive që ka përfshirë tregjet amerikane, aziatike, por gjithashtu edhe ato evropiane. Përveç zhvillimeve gjeopolitike, investitorët janë fokusuar edhe tek të dhënat 3 mujore të korporatave për sa i përket fitimeve në 3 mujorin e fundit të vitit 2025. Ditën e sotme, kompani si Louis Vuitton, Novo Nordisk apo Shell do të publikojnë fitimet e tyre 3 mujore, ndërkohë në sesionin e kaluar Banka Qendrore Evropiane dhe Banka e Anglisë vendosën të mbajnë pandryshuar normën bazë të interesit, një vendim i pritshëm gjerësisht nga investitorët. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë rënë me 0,44 dhe 0,18%. CAC 40 i Parisit dhe SMI i Zyriut kanë humbur 0,26 dhe 0,43% të vlerës. FTSE MIB i Milanos ka rënë me 0,22%. Ndërkohë përsa i përket ecurisë tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, sikur se thamë, tregjet janë karakterizuar nga shitje masive të aksioneve. Dow Jones ka rënë me 1,2%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë humbur 1,59 dhe 1,23% të vlerës. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Infineon kryeson fitimet në rritje me 1,17%. Ion, Beiersdorf, Rheinmetall dhe Merck kanë fituar nga 0,41 deri në 1,09%. Së fundmi, në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, rënja kryesohet nga Siemens Salt me 3,66% të vlerës. Sartorius, SAP, Qiagen dhe BMW kanë humbur nga 1,26 deri në 1,74% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente.